Sa i përket ndërhyrjeve, u tha shumë që ka ndërhyrje prej Iranit, prej Rusisë, prej Greqisë. A mendon që realisht kanë ngesh këto shtete, si me thonë, strukturat e tyve, mbase që nuk ja duan të mirën zhvillimit Shqipërisë në gjithë këtë protest që po zgjatë tash një muaj nëse nuk ka bërë? Është e pa diskutueshme që Serbia dhe Greqia janë drejt për drejt të shqetësuara nga zhvillimi ekonomik, po edhe politik i Republikës së Shqipërisë. Kjo nuk do shumë mend për ta kuptuar, sepse Tirana tani është dhe po shkon drejt të bëhet poli kryesor atraktiv në nivel të Ballkanit. Po të shikoni edhe investimet që janë bërë këto viteve të fundit, të gjitha akset, të gjitha lidhjet ekonomike janë duke u lidhë me Durrësin, do të në Ballkan. Nuk janë të rastësishme këtë gjëra. Dhe nuk është e rastësishme as për kraja e SBA-ve, as për kraja e BE-s. Keni pa që BE është rregullisht prezente në Tiranë, jo vetëm në kuptimin si thua fizik, po edhe në kuptimin simbolik. Gjitha këto na çojnë që Tirana po bëhet poli atraktiv i Ballkanit dhe po i merr rolin që kishte dikur Beogradi. Prandaj ky shqetësim i tyre është edhe i kuptueshëm, po në të njëjtën kohë edhe rezistanca jonë duhet të jetë e mirë kuptueshme nga gjithë qytetarët tonë, ta kuptojmë se me çka jemi duke u ballafaquar. Për sa i përket Tiranit, Tirani ka pas dorë ka hera në Ballkan, do të me investimet e soja. Për thënë të drejtën edhe në Kosovë ka derdhë shumë mjete financiare në vitet e kaluara dhe në Tiranë ju e dini që ka pas edhe ndërhyrje përmes teknologjive të reja duke i sabotuar. Sulme kibernetike, po. Po, sulme kibernetike dhe Irani është prezent sepse po bën një luftë kundër tani hegemonit ndërkombëtar që është sot SBA-ja dhe duke qenë një aleat i ngushtë po dhe strategjik i SBA-s, kuptohet që Irani ka dhe do të ketë ngesht në zhvillimet që ndodhin në trojet shqiptare, veçanërisht në Tiranë.